Në vitin 1328, mongolët sulmuan Sirinë dhe zunë robër një numër muslimanësh, hebrejsh dhe të krishterësh. Dietari i shquar musliman Ibn Taymija shkon dhe i kërkon komandantit të mongolëve Katlotha që t'i lironte robrit. Katlotha pranoi t'i lironte robrit musliman, por jo krishterët dhe hebrejt. Dietari musliman këmbguli që të lirohen edhe të krishterët bashkë me hebrejt. A i tha, hebrejt dhe të krishterët janë në mbrojtjen tonë. Ne nuk pranojmë që të mbetet as një rob lufte, hebre, krishter apo musliman pa u liruar. Kur pa komandanti këtë këmbgulje të madhe të këtij dietari, pranoi që t'i lironte muslimanët, hebrejt dhe të krishterët, pra të gjithë robrit e luftës. Këtë ngjarje historike e shënuan librat e historisë, dhe kjo ngjarje përmendet edhe në librin El Qubrusiyye në faqen 40. Kështu muslimanët ndër shekuj kanë treguar se si jetohet në paqe me të krishterët. Kemi qenë dhe do të jemi kurdoherë bamirës. Ky është edhe mesazhi jon për marrëdhëniet me komunitetet tjera.